Mirë se erdhët në këndin e gatimit këtu në vilën tonë, mirëmëngjesi zonja Vjolca. Mirëmëngjes Niki. Si të gjenë ky mëngjes? Të gjithëve ju që po na ndiqni mirë, në vjet përgjithshme mirë. Çoku na vjen pak vërdall në grip, po mundohemi ta shtyjmë. Stopojmë me ca produkte shoh këtu vërdall që. Të shohim se do ta shtyjmë. Sot do të bëjmë një musakan ndryshe me patate. Do ta bëjmë me petë. Në fakt mua më tha një mikesha ime, asaj ja kishte treguar vajza. Unë e gatova në shtëpi, më pëlqeu shumë, thash pse jo, po e ndaj bashkë me ju. Përbërësit për këtë recetë duhen një petë sfoliat, që unë e kam në frigorifer, se nëse ta lija këtu do më lëshohesh më shumë, 100 gram djathë pice, 500 gram mish të grirë, mund ta bëni me 400, me 300. Unë ja kam shtuar një qep, se recetën më dhanë pa qep. Ishte pa qep? Po. Atëhere, mund ta përgatisni me pure për nxitim të blerë gati, po do të përdorni një qik më shumë qumësh. Për një pako 500 gram, për 2 pako 1 litër qumësh. Dhe unë, me që kam dëshirë ta bëj pure në vetë, mora patatet, i kam zjerë, do t'i kaloj, t'i kthej në pure, do të vendos brenda një lugë gjallë vitam, një gotë qumësh, ta shoh, se dua pak, jo shumë të trash, e qik më të hollë, dhe kri piper të zi pa tjetër, do ta vendos në furr dhe mbasi të kaloj 20 minuta, në atë 5 minutë që në fundi do ta shoh, do të hedh djathën e picës. Nuk do ta hedh që në fillim, do ta hedh në fund. 5 minutë në 10 minutë në fundit. Kaq yndyr, vetëm 2 lugë vaj altis, si gjithmonë, dhe nuk kam nevojë fare ta lyej tepsin ku do të vendos petën, se ne e dim të gjithë që peta sfoliat është me do ta lëjmë më pak fare me një qik furqe. Atëherë do të filloj nga puna. Me vaj në altis si çdo mëngjes. E kemi theksuar në menu musakaja është me patate, por me petë, ndryshe nga musakat tradicionale. Ndryshe, po. Do ta filloj me qepën. Unë kam grirë një kokër qep të bollshme. Ja dhe një qik, sa të ngrohë. Ajo musakaja tradicionale, zonja Vjolca, përdoreshin qepët kështu të prera kështu si rrath, Po si rrath, mund të bëjmë kështu kur bëhet me kim, pa rrath, me rrath. Si tjetë? Por mund të hedhim dhe domate, mund të hedhim salsa, mund të hedhim piper. Kurse kjo është thjesht fare, sa më thjesht. Shoh që ka më pak përbërës. Po, edhe ka marrë qik mas atun që edhe mund t'ja shtojmë, por me që shpejta sfoliat, nëse unë do t'a bëja me domate, me qikim më të lëngshme, do të veproja ndryshe. Petën do t'a kisha vendosur, t'a kisha pjekur në furr, që në këtë moment. Do t'i jepja një sipërfaqe, t'a bëja krokante, pastaj do t'hidhja kimën të trazuar me, nëse thash, do kisha diçka më të lëngshme. E kuptoj. Po, me që unë po e bëj në këtë formë, do t'a vendos direkt e në tavë. Furra do t'jetë para ngrohur, në temperaturën 200 gram, dhe kështu do të procedojmë. Në rregull. Pra me pak fare përbërës, pak mish të grirë, djathin, qumshtin, qepa, bëhet një musaka, sigurisht patatet janë përbërësi kryesor. Prandaj dhe i kam mbuluar që të jenë të ngrota, që kur të hedh gjalpin, të më shkri gjalpi dhe përbërësit po. Që kanë patatet, në rregull. Qepën, tash më e dim, ja, dhe 1 minutë. Dhe do të hedh. Shojmë dhe mënyrën se si do të shtrohen përbërësit mbi petën sfoliat. Është e rëndësishme që mishin që ne përdorim, ta kemi me ngjyrë të bukur dhe aty dallohet edhe sa i freskët është dhe sa i mirë që është. E pam të gjithë që ne mishin e marrim tek këmbëja. Po, sigurisht. Ne i marrim gjithë ke këmbëja. Po gjithë shka. Duke filluar nga kripa e të gjithë. Çdo gjë. Dhe pazaret e divelës, me miell, me makarona për pasta, të gjitha i marrim tek këmbëja. Deri tek vezët aiba. Po. Arabie. Ato janë vura arabie. Tani ne nuk do dalim të themi po bëjmë receta për vitin e ri. Jo çdo ditë se unë kisha lënë për javën tjetër, por Niki
Po ishin dekoruese. Pak e pak. Ishin dekoruese edhe ato të ndjeshme që mund të përdoreshin. Vete the, ai kombinimi me lakrën të ushqim me moll, pas një pjatë të bollshme, mund të na dëvoj portretjen. Receta që do të përgatisim sot janë bombone. Bombone? Po, mund të them dhe dietike, për arsye se 7 kokra bombone kanë 220 kalori. 7 të tilla. 7 bëjnë... 7. Pjestoje, gati i bie për 7, i bie 30 kalori, 3 pikë... E kuptoj. Po 7 do të quhet një porcion, apo do jenë të vogla? Do jenë të vogla, sa arrat. Do të përdorim anvisat që kanë në shtëpi, se zakonisht tani është të gjitha mundohen të kujdesen për shëndetin, mund të kenë tërshërë. Atëre, aty ku grinë qepën, ose ta shtypin një qik, duen një grusht. S'po flas me gramatura, 50-60 gram, tërshër e shtypur. 2 lugë mjalt. 50 gram bajame. 100 gram duhen të urmat arabis. Urma arabis, do t'i heqim bërthamat. Unë i kam lënë 3 këtu të pa hequra. Mbasi t'i qërojmë, do t'i grim pak me dorë. Do t'keni lëngun e një gjysëm portokalli dhe pak susam, 2, 3, 4 lugë. Edhe po ta skuqni pak susamin, pa i ndyrë gjithmonë. Dhe nëse na tepron, e ruajmë përsëri se... Susami do t'jetë në përzierjet e të gjithave, apo në fund është për t'i spërkatur? Mbasi të bëjmë brumin, do t'i bëjmë ato kokrat e arës, rumbullake, dhe do t'i kalojmë në susam. Duket shumë interesante. Pjesë e lëngshme vetëm është lëngu i portokallit, në këtë pjesë do të bashkohen. Ndjekim pak se çfarë thonë të gjithë bashkëpunëtorët tanë, të cilët i falenderojmë që i kemi në vilën tonë dhe rikthehemi për të vazhduar me recetën. Mirë se u rikthyet, ne po vazhdojmë punën me recetën e parë, siç ishte musaka me patate, por me pet, çka e thyen paksa tradicionale dhe kalon në një tjetër recetë që lidhet me musakan. Zonja Vjullca ka shtruar petën sfoliat. Po, tani siç e shikoni, këtu nuk ka fare pjesë lëngshme. Pjesë lëngshme, do të hedhim pak krip. Po ja. Piper të zi. Koha cilën e shfrytëzuam kur bëm shkëputjen ishte për të kthyer patate në pure edhe sigurisht për të fritur mishin teksa të skuqej. Thash që nëse këtu do të kishte diçka të lëngshme, unë do ta kisha vendosur petën, menjëherë do ta kisha pjekur, do t'i kisha dhënë një kore, pastaj do hidhja mbi të kimën. Tani hedhim komplet kimën këtu. Kujdes mos digjesh. E hapim. Mishin e grirë, po, në mënyrë të barabartë, e nivelojmë. Dhe kemi gati për të hedhur puren e patates. Do të hedhim aty gjallë? Pak si shumë pure. Shumë pure e largojmë pak, në dorë kemi. Problemi është që kemi pak. Nga që po, është tava më e vogël, po. I heqim pak patate. Gjatë që të edhim në pjesën e fundit, pjesën kur... Ja, duhet pureja të jetë që ke në zetë, që unë do të hedhë këtu përdorim edhe gjalpin. Një lugë gjallë. Kemi thënë që luga duhet të jetë e thatë. Ja, një lugë gjallë. Dhe me njëherë gjallpi këtu në temperaturën e patateve që janë të nxehta. Po, sigurisht që do të shkri. Patatet kur i zjem me krip i kemi zjerë? Po, me krip. Nuk është nevoja të përdorim më tjetër. Hedhim pak qumësh. Me sa shoh vetëm djathi ka mbetur si përbërës për tu përdorur. Gjitha u shfrytëzuan, u bashkuan. Po, djathin thash do t'ja hedhim në një kohë më të vonshme. Ja dhe pak. Të bëj pak më të lëngshme se herët e tjera. E nisëm paka shumë recetën e dytë, por në pjesën tjetër, në pjesën e dytë, sepse na duhet një pushim i lehtë për të rregulluar përbërësit, për të shënuar përbërësit në menun tonë, për të shpjeguar anvisave se si mund të prodhojnë, si mund të jenë kreative, për sjellë në tryezë
bombone me pak përbërës nga një dorë për se cilën, si që ishin të shëra, bajame, turmat e arabis, cilën zonja Vjolca i përmondi. Dhe doja t'u lexoj edhe një përbërësit e musakas me patate dhe me pet, me qënë se kjo recet është duke përfunduar dhe tabela do të zëvendësohet me përbërësit e recetës tjetër. Një pec foliat ka përdorur zonja Vjolca tek kjo recet, 700 gram patate, 500 gram mish të grirë, një kokër qep, 2 kokra qep ndoshta, se është shënuar 2 herë, 150 ml qumësht, 1 lugë gjelle gjalp, 2 lugë gjelle vaj ulliri, 80 gram djath pice, kryp, piper i zi. Kur flasim 2 kokra qep, mund t'jenë të vogla ose një qep mesatare, për të realizuar. Megjithse, kjo ishte shtes nga zonja Vjolca, mund të përdoret edhe pa qep, sekundër dhe zonja Vjolca e përmendi. Po, është e vërtet. Ja. E nivelojmë qik. Shiko, ne kemi bërë edhe tava të tjera, që i kemi dhënë format të ndryshme patates, po, nëse ne kemi një ditë, po bëjmë një gatim kështu rutin, shpejt, si në shtëpi për vete, se nëse do të kishim njerëz, që jo se për njerëzit, po, kur i kushton një qik vëmendje, si kur i respekton, sikur një formë t'japësh tjetër, një detaj të vogël, si kur i tregon atyre që unë jam përkushtuar për juve, mund t'i vendosim në një gjep pasticqerie dhe i bëma shu piramida dhe më pas hedhim ose këtu ku jemi. Është ajo pjesa e dekorit që është më se rëndësishme. Po. E afron më shumë personin, i tregon më shumë për kushtim, edhe pse anvisat jam shumë e sigur që çdo gatim e gatuajnë me përkushtim. Edhe me lukë kështu, ne përsëri i japim një formë, i japim çik. Kjo të thotë është kreative edhe pse sipas një studimi kanades, Shqipëria renditeshe në fund të listës në rajon për të qenë kreativ. Nuk ka mërmendja në kuzhinë jemi shumë kreativ. E kanë kthyer fletën mbrapsht, s'ka mundësi. Ne shqiptarëve na i bën çik me hile, se shqiptarët kudo që kanë shkuar kanë shkëlqyer. Po ideja është që shkëlqejnë në vende të tjera dhe jo në vendin e tyre. Ky ishte ndoshta problemi që ndoshta nuk ekzistojnë ato strukturat e nevojshme. Shumë e bukur Dori, do të thotë ti je kreative zonja. Po, ta vendosim në furn, temperaturën 200 gradë, do ta lëm 30 minuta, 25, varet sa është soba jon. Edhe e kanë në dorë çik ai si thon tensioni, tensioni i lartë i ulur dhe nga soba gjithmonë. Të shohim që do të marrim një faqe të verdhë sipër. Po, ja kjo është. Për ta ruajtur që mos të na thahet pureja, do t'i hedhim djath pice në një kohë pak më të vonë. Okej. Unë po e vendos në furr për të bërë shkëputjen e përditshme. Kemi nevojë sërish për një pushim të lehtë në mënyrë që të sistemojmë përbërësit, bëhemi gati për t'u takuar në pjesën e dytë dhe për të gatuar bombonet. Na ndiqni, mos u largoni. Mirë se erdhët, mirë se u bashkuat pjesës së dytë të këndit të gatimit me ne këtu në Villa 24. Zonja Vjolca na shpjegon më një herë me atë çka ne e përmendën apo jo, që ishin bombonet. Po, bombonet të përgatitura me mjete rrethanore, çfarë kemi ne në shtëpi. Atëherë kemi 50 gram tërshër të shtypur ose të grirë. Kemi një gjysmë lëng portokalli, kemi 2 lugë mjalt, kemi susan, 2-3, varet sa lugë gjelle. E kalojmë një çik, unë disa kokra ilash posaçërisht japëm një kështu ngjyrë pak më të errët, po. Këtu pra kemi 100 gram hurma arabie, dërsa është hurma vetëm, dhe 50 gram bajame. Si do procedojmë? Këtë susamin e kemi për në fund fare. Në një tas do të hedhim tërshërën dhe një lugë gjelle lëng portokalli. Më duket se po na digjet ajo furra. Pa shifej çik furra? Nuk po digjet, po ndoshta është momenti që ti hedhësh djathin. Është tava e musakas me patate, por me pec foliat, është një tjetër mënyrë kjo që e solli zonja Vjolca sot për anvisa. Po vëre këtu, Niki, një sekund, se e laga veç qik dorën, të hedhim dhe djathin, se mu duk se kur ra pak erë, prandaj, e shikon anët. Furra bën të vetën, kështu që do kohën e vetë çdo gjë që vendoset në të. Ajo peta na ndihmon shumë që ne ta nxjerrim si një pastiçe. Edhe kur të prijet, tamam si një pastiçe do t'jetë me shtresa. Po. Ja.
është realizuar në pjesën e parë për gjitha anëvitat cilat tani po hapin ekranin edhe na kanë vendosim ndjekur. për një herë, Niki, ta shpreh edhe përsëri çik dorën. Se do të bëjmë bombonet edhe... Okej, po e lëm tani të piqet e të marrë nxehtësinë e duhur, kohën e duhur, në mënyrë që ta servirim, por thjesht do t'i kujtoj anëvisave me aq sa unë mbaj mend nga gatimi që bëri zonja Vjosa, edhe pse isha shumë e vëmendshme, ishte me mishin e grirë, me pak qep, të cilën e ka urdhësi pak më përpara me mishin, dhe mishi derisa u largoi gjithë lagështirën e mundshme, shtroi petën sfoljat, më pas shtroi këtë mas të kim, dhe më pas puren e patates, të cilën e përzeu me pak gjalp vitame dhe me pak qumësht, dhe e vendosëm në furr. Në këtë moment hodhëm edhe djathin, dhe kjo është mënyra se si zonja Vjosa e solli musakan sot, një musakan ndryshe. Tani, thash, këtu do të hedhim një lugë lëng portokalli. Po. E trazojmë. Këtë shëra. Dhe i lëm kështu sa për të aromatizuar. Sa njomen pak ato të dyja. Edhe një lugë tjetër. Kemi thënë që tërshëra në fillim është si ashpër, po duke u njohur, fillon edhe zbutet. E lëm këtu. Në një mikser, unë thash që i kam kam qëruar bërthamat dhe pastaj kam prerë në copëzat vogla. Do t'i vendos këtu. Në një grirëse, së bashkuve bajamet. Dhe do t'i miksoj. Në rregull. Këto do të bëhen plur fare, apo jo, t'jenë të ashpra, si mas. Okej, tani që të mos i bezisim shikuesit me zhurmën e mikserit ton, do t'ju propozonim një material i cili tregon se përmes ushqimeve dhe kujdesit që t'i kushtojmë gjithmonë tryezës dhe mënyrës se si ne ushqehemi, mund të parandalojmë edhe thinjat, pse jo, edhe pse ato mund të jenë gjenetike, materiali tregon disa ushqime që parandalon daljen e thinjave. Rrallëherë ndodh të kërcejmë nga gëzimi kur zbulojmë në flokët tanë thinjat e para. Ato janë një shenjë e tregimit të kohës që kalon. Ato shikohen si ndërhyrës së padëshiruar duke na lënë një takim më të shpejt në përdorimin e bojrave kozmetike. Por pak nga ju mund të dini se disa ushqime janë ideale për të mbajtur flokë të pathinjur, të shëndetshëm dhe të bukur. Le të shohim disa prej tyre. Çokolata. Sidomos ajo fondente, e cila rrit melaminën, përgjegjëse për ngjyrën dhe parandalon shfaqjen e thinjave, flokëve të bardhë apo gri. Salmoni. Ky peshk yndyror përmban selenin, i cili luan një rol të rëndësishëm në prodhimin e disa hormoneve, duke përfshirë dhe ato që lidhen me shëndetin e flokëve. Përdoret për trajtimin e flokëve të bardhë dhe ka një rol të rëndësishëm në luftimin e procesit të plakjes në përgjithësi dhe radikaleve të lira në veçanti. Veza. Është konsumi ushqimeve të pasura me antioksidant dhe mund të jetë e dobishme. Në vezë gjejmë më shumë vitamin E, e cila ka veti antiplakje, pengon dhe ngandalson shfaqjen e flokëve të bardhë. Midhjet. Janë shumë të pasura me bakër, metali i cili provokon prodhimin e melaminës në flok. Perime me gjethe jeshile. Këto lloj perimesh janë të pasura me hekur. Një konsumim i rregullt dhe i vazhdueshëm i këtyre lloj perimesh do t'i japë një shtysë dhe më të madhe parandalimit të zhdekolorimit të flokëve tanë. Soja. Duhet të ndiqni një dietë të pasur me proteina dhe soja duhet të zërë më shpesh vend në recetat tuaja. Miksimi i kungullit të verdh me arën e kokosit. Ky është një ilaç i vërtet dhe mjaft i lehtë për t'u praktikuar dhe realizuar në shtëpi. Vendosni disa feta kungulli në një enë hermetike. Shtoni 1 deri në 2 gota vaj kokosi dhe lërini në temperaturë ambienti për rreth 3 deri në 4 ditë. Pas këtyre ditëve vendosni kungullin të piqet dhe më pas trazojeni duke shtypur mirë me vajin e kokosit
derisa të bëhet një masë kremoze e lëngshme. Lërini të ftohet dhe aplikojeni me flok për 15 minuta. Më pas lajeni kokën me ujë të bollshëm dhe të ngrohtë. To ishin ushqimet si cilat ja sugjeroi gazetarja Elda Lamja për gjithë ata që kanë problem thinjat, edhe pse thuhet që ato janë fisnikëri, zonja Vjoca, ka njerëz që kanë edhe problem. Ti nuk e thinja. Sa të duash. Sigurisht se për 60 vjeç thinja do dalin. Megjithatë, në çdo thinjë kam nga një histori. Ashtu, ë? Po. Do duheshin shumë orë për të treguar atëre gjitha historitë. Tani, vazhdojmë me bombonet tani. Atëherë do të vazhdoj me bombonet. Këtu, në grirse, kam vendosur 50 gram bajame dhe 100 gram hurma të grira në copza të vogla. Dhe ato hurmat kanë një vetim ngjitse. Nga brenda janë pak ngjitse. Kam hedhur këtu përsëri dhe një lugë lëng portokalli. Anvisat e shikojnë, sepse mund të ndodhi që bajamja mund të jetë çik më me lagështir. Gjithmonë nëse ne kemi thënë një lugë lëng portokalli, mund të hedhim dhe një lugë gjysë e shikojnë. Këtu përsëri ke një tas tjetër, kam vendosur siç e shikoni, me një herë tërshëra filloi të bymehet. Tani i bashkojmë të dyja këto masa së bashku. Tani mos më thuaj që kjo receta nuk është për festat, sepse me këtë bombone Shiko, kjo është mund për të qerasim festat, miq që na vim për që të festojnë edhe ata festat. që duan të hanë dhe nuk duan të shëndoshen. Thash që 7 të tilla, më varet nga madhësia që do të bëjmë ne, variojnë nga 220 deri në 230 kalori. 7 so. Pjestojnë i 230-ën, e zëm se i bëm në një arë një çik më të madhe, atëherë do të hedhim edhe 2 lugë mjalt. Pra, në vend sheqeri do të përdoret mjalt. Po. Është një ushqim. Tani unë i kam provuar shije, ja, 2 lugë mjalt, më varet se si ju shijon juve. Këtu tani do të punojmë edhe një çik me dorë. Për t'i realizuar bombonet. Po. Mbajmë lugën me mjalt. Portokall do të përdorim më lëngun? E shohim. Apo në varësi të sasisë të masës. Janë sasira shumë të vogla, por që mendoj ja vlen dhe bombonet janë me material, si themin e bio. Sigurisht. E Gjithë shohim. përbërësit të shëra, hurma. Tani me 2 gishta, i trazojmë, ja. Që të bashkohet mjalti me tërshërën dhe me Përbërësit e tjerë. Çfarë arome e mirë që po vjen këtu nga tava, riri dhe kthi kokën. Po aroma këtu si është pjesa e sfoliatit. Tani unë këtu kam edhe një çik fare tërshër. Bio, aromë bio Po, vjen. ma jep të hedh edhe pak fare tërshër këtu. Ja, më ndihmon. Derisa si puna e brumit, Po. Te ky brum janë përbërësit cilët i shihni në menu të shkruar me titullin bombone me hurma arabie, 100 gram të tilla, pra hurma arabie, 50 gram tërshër e shtypur, 50 gram bajame, 2 lugë gjelle mjalt, 2 lugë gjelle fara susami dhe gjysma e një portokalli në formën e lëngut, i cili do të shërbej për të lidhur dhe për të sjellë në formë të butë gjithë përbërësit. Brumi është në rregull. Tani unë do të laj duart dhe do të filloj duke Do i bëjmë marrë. si bombone të vogla, Po. Ky brum do të thahet, Ka nevojë që të thahet. Si do thahet në ambient, në temperaturë ambienti? Po, në temperaturë ambienti. Po. Mund t'i vendosim dhe në frigorifer, por thahen dhe në mënyrë Ke nevojë për lugë tjetër? Ja, marr këtë lugën e vogël këtu. Të ndihmoj dhe unë të t'jap një dorë? Po shiko, kur ka luga lagështir, e kap më kollajën, madje edhe duart kishin çik lagështir, do ishin shumë mirë. Mund ta lap pak tek portokalli? Po. Ja. I bëjmë në formën e një arre dhe me njëherë i hedhim tek susami. Ja. Madhësia kjo pak a shumë. Po, ja. Jo dhe shumë të mëdhaja, se tham, e dham kaloritë. Porcionin që ishte 230 gati. Ja.
Ja, të ta Kjo nxirrim është aty. procedura e si që veprojmë për realizimin e qofteve. Kjo është mënyra se si mund t'i gatuani, mund t'i sillni në dekorin e festave, këto bombone. Unë them që kur ftohen, këto të ftohta janë, po kur thahen, janë shumë të shishme. Madje provojni se do të mbeteni shumë të I rezistojnë, mund të kënaqur. qëndrojnë për ditë, për shkakun se s'ka ndonjë gjë, ndonjë Po këtu përbërës s'ka absolutisht. që mund të prishet. Absolutisht, mund të qëndrojnë sa të duash. E di çfarë ka ndodhur këtë vit me temën e vitit të ri? Ka njerëz Po? me figura të ndryshme të cilët i kemi parë në rrjetet sociale me biskota. Po. Një mënyrë mund të jenë këto bombonet dhe zëndësohen nga dita në ditë, sepse do konsumohen nga pema. Ja, të gjitha po thuaj se janë Ta ndajmë në mes. të një madhësie, lëm këtu. Mund t'i dekorojmë dhe duke i vendosur në letrat posaçme. Mund t'i lëm kështu siç janë. Ta bëjtë këtë tjetrën të fundit dhe duhet që të Mos servirim me tavën. më thuaj që do mbarojmë. Njërën e pas kemi bërë shumë të vogël, a? Vogël, ja. Po. Kemi bërë më shumë se një porcion, kështu që një gjysmë gati. Ja, këtë doli me vogla. Hajtë, edhe kjo. S'ka problem fare. E vazhdojmë këtu tani dhe marrim një i kalojmë të gjitha në susam. Susami, kur i kalojmë, nuk na lë që të ngjiten. Po. Na ke sjellë dhe një lloj tjetër bombonesh, po ka qenë me Ja. krejt përbërës të tjerë. Po. A Shumë nuk bukur dhe janë të kemi bukura? lënë me shumë të bukura. Ato më kujtuan, pikërisht për atë plurin e kokosit. S'po më vinte ndërmend. Kemi bërë dhe bombone, kemi bërë dhe Bombone. biskota që Biskota. anvisat mua zakonisht mi kanë kërkuar shumë shpesh. Ja, purdra. Kaq e thjesht, kaq kreative është kjo sa më pëlqen. Ne do na vinë shumë mysafir në shtëpi. dhe unë mendoj që mysafirët t'i presim me çfarë ne i kemi përgatitur vetë. Këto të voglat mund të marrësh ta provosh Ta provoj një? Visi po pritat ma Megjithëse thoshe. Niki nuk e hambël sirat. Kjo s'ka për Dhe qëndra që shohim- ëmbël, sepse Jo, Pak nuk ka mjalteve. sheqer fare. Dhe lëngu portokallit është edhe nderohesh të lutesh. bërtit, më i bërtit. Do bërtas pas emisionit. Të pëlqyen? Janë fantastike. Edhe ka një aromë përzierjesh me Dhe tani bajamesh. Bajamja dominon më shumë. po sigurisht, ja. Tani themi me masat që kemi dhënë ne, me këto masa që ju pat në tavolinë, e shohin anvisat se sa kokra bajame dolën. Mos u merr një fare me amareta, mos blini një fare karamele, ja. Në mënyra më e mirë, gatuani dhe vetë. Pa sheqer fare, ndjehesh, po. Pa Ndjehesh e sheqer? nderuar. Ja. Një qërasi shumë e mirë për miqt kjo. Ja. Një sy ka nga tava se... Ta nxjerrim tavën se ka shkrir djathi. Po, ka marrë qik në gjyrë? Ka marrë pak sa shduhet, ajtë sa që kërkon vetë ti dhënja Vjollca. Do me thënë, masat këtu janë për mesatarisht 14 deri në 14 kokra. Për 2 porcione. Lumë ne që provojmë gjëra kaq të mira këtu në Villa 24, lumë miq tanë që vinë këtu edhe provojnë këto shije, sepse kur ikin gojëmbël. Të kënaqur. Jemi drejt fundit, zonja Vjollca, do t'i servirim të dyja recetat? Patjetër. Anvisat, nëse nuk e mbajnë mend për shkak të një transmetimi të tillë këtë recetë, shumë mirë mund ta lexojnë dhe mund ta mësojnë atë në balkanweb.com, aty hidhen të gjitha recetat, sikundër e kemi përmendur disa herë, po pse jo, të gjitha videot, çfarë ndodh në Villa 24 e gjeni dhe në YouTube. Jemi kudo për t'ju ardhur në ndihmë. Nuk mund të mungonte ujfap në këto gatime kaq të shishme për ta shoqëruar. Ja, dhe susamin ne ruajmë, nuk është se e hedhim. Bëjmë të E tjera. përdorim për një gatim tjetër. Ja, këto. Mund ta përdorim kur të servirim gjëra të kripura me pak karkaleza, na ke mësuar tek i lyemi, susami, skuqim. Po, Ka shumë mënyra për ta përdorur me susamin. Këto ishin është- bombonet që përgatita unë në Tani kushtet e unë si nuk e shtëpisë. shtëpia shkoj dhe që rast gjithë miqtë që na vinë për Po, festa. patjetër. Shko sa mënyrë e bukur është. Mund të jenë këto ngjyra ngjyra. Tani, këto nëse ka pak paketime. njerëz, ne mund t'i vendosim këtu, edhe këtu do të shkonte shumë.
Megjithëse mu më pëlqejnë kontrastet. Me atë ngjyrën më pëlqen shumë. Dhe më festive, më dekorative. Edhe njërë menun, se me se i realizuam këto bombone, kaq thjesht ishte, kaq e bukur, kaq e larmishme, le themi në ngjyra dhe në gjithçka, por dhe në shije. E kam atë shijen që më lanë këto bombonit e shumë e mirë, zonja Vjollca. Bombone me urma arabie, 100 gram urma arabie, mund të përdorni sa të doni dhe sa bombone do realizoni. 50 gram të shore shtypur, 50 gram bajame, 2 lugë gjelle mjalt, 2 lugë gjelle fara susami dhe një portokall ju duhet për të marrë lëngun e gjysmës së tij. Do të shkëputemi, do të përshëndetemi me të gjitha anvisat, shpresoj të kemi kënaqur me gatimet e sotme, të lumshin duart zonja Vjollca. Recetë për vit në ri dhe për Krishtlindje shënohen. Miru ta kofshim. Miru pafshi.